Bashkë me Albanën ju përshëndesim, mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ju jeni në shtëpitë tuaja, duke na ndjekur, shpresojmë. Ju urojmë një ditë të bukur, të qetë, me gatime të shëndetshme. Kujdes me vapën, hidratohuni. Konsumoni ujë, lëngje, çajra, fruta, ushqime të shëndetshme. Ne sot kemi një gatim me ngjyra përsëri, me perime të stinës, do përfshim çik proteinë pulën. Syzet e mia. Do të përgatisim, ishte salca aromatike me... Një pul me salca aromatike. Dhe kur flasim të aromatike, tjetër është erza, aromatike është që jep kanella, goxhët e karefilit, dhe pa tjetër është vera. Mbasi unë ta kem dehur mirë pulën, që kam skuqur në fillim fare, jo ka urdisur, po e kam skuqur, më pas kam shtuar ujë me krip, që të filloj të kem në zjerje, në vlim. Dhe gjysmë vlim më duhet. Por, gjatë kësaj kohë, gjatë i procesi, unë kam dhe perimet që kam kungujt, qepën e kuqe dhe kam në rrath qepën e kuqe, specin e kam sërish në disqe, normalisht janë disqe të bosh, si disqet e makinave për shembull. Kam në thelpit e hudrave, kripa, piperi, goxhët e karafilit, rozmarina, dhe po të shikoni me kujdes, gjë që nuk e shikoni do të me kujdes, unë këtu kam salcë jo të koncentruar, salcë që është nga të në kanoce, dhe kam dhe një domate që e kam grirë për të dhënë atë shijen e duhur. E lëm këtu patjetër kam dhe patlıxhanet që i kam vendosur në ujë me krip, derisa është ky ujë me ngjyrë që është ujë ngjyrë kafshë që nuk e hedhim, nuk e derdhim, por e vendosim në tek lulet. Patjetër kam bimët aromatike që nuk mungojnë. E teksa patlıxhanët piqen për të vazhduar me recetën më pas, kalojmë tani tek pula me salca aromatike siç e shihni, duke u përgatitur, duke u zier. Le të marr kështu pak si të shpejt, si me lezet, të marr një tavë. Ja, erdha direkt, u kam vonesa. Në tavë do jetë kjo recet. Po të duam e vendosim në tavë, po të duam në tigan, në tenxhere, si të dëshirojmë ne. Vendos pjesët e mishit. Krahët, kofshët, çfarë pjesësh mund të keni, se mund të jetë një pulë plot, mund të jetë me pjesë. Por ju i ka urdisni pak ato pjesët dhe më pas i shtoni pak ujë për të zier. Filloj direkt me qepën. Ja të zhvendos edhe këtë tigan që i kam lënë sipër. Filloj me qepën e kuqe. E lëm të zbutet qepën. Kapakun dhe mere me thelpit e hudrës. Ja pra një nga mënyrat e tjera të përgatitjes së pulës për drekën tuaj, me perime, me salcë aromatike, me zethare, të sjell ato aromate këndshme të perimeve të stinës, pak hudhër, pak qep, pak kungull, pak spec të kuq, pak salcë pure domatesh, patlıxhan, një verë të bardhë për t'i shuar dhe për t'i lënë atë aromën, një prekje të lehtë aromatizuese, krip piper të zi, pak kanell, pak rozmarin, për t'a aromatizuar në total. Erza të tjera aromatike mund t'i shtoni përsëri. Pikë së pari është përgatitja e pulës. Nëse ato e kemi të zier, të ka urdisur mirë, perimet duan më pak kohë, kështu që na ndihmon para përgatitja. Do kem kujdes që mos të djeg hudrat. E tjetërsojnë komplet shijen kur digjen. Pra,
I shuaj me verë, pushon edhe me zhurma. Kapakun. Kam patlıxhan në gjë që u derdh lëngun. Po, i mbajmë aty diku, kanë lëshuar atë lëngun ngjyrën kafe, po ashtu edhe hithësinë që ato kanë në përbërjen e tyre, dhe shoqyrë që kanë që tregojnë që mirë janë farha e mirë dhe ashtu siç duhet të jetë patlıxhani. Ka shumë mënyra, i kemi sjellë në forma nga më të ndryshme, të mbushur në gjell, në gatim, në salcë, patlıxhani. Pra patlıxhani është një ndër perimet që ka shumë receta. Duke filluar tek e ëmbla, tek e kripura, të gjitha furrat, supa, gjellrat, çorbat. Po. Dhe duke qenë se janë kështu si sfyngjerë, marrin shumë ujë. Prandaj edhe mbi të gjitha thithin shumë vaj, dhe e dim që është patlıxhani dhe kërpudha që thithin vaj. Më duhet që ti kem, mos e kem mas ujë, sepse do punoj vetëm me salcën Do të lëshoj dhe dhe pa vendosur, pa shtuar ujë. Sepse kam edhe pjesën e ujë që është zier. Pulës. Ja. Vazhdojmë me recetën. Ja kemi shtuar tani pas patlıxhanëve, të cilët i lam të zbuten pak, radhën për kungulleshkat. Të gjitha kalojnë aty në tigan, më pas këtu tek tava tek pula. Do të shtoj perimet me radhë, s'është problem. Piper. Rozmarin, kanell. Bimë aromatike sipas dëshirës që keni, sepse mund të them dhe bimë aromatike dhe ju nuk i shkoni. Ajo është mbas shijes individuale, por që i shkon kanella, gosht karafili, patjetër. Më pas, patjetër që është piperin e kuqo, sepse nuk i shkon. Kam salcën e domates, mund të shtoni patjetër salcën e koncentruar me domaten që ju e grini në kubik apo pelte, nuk është e thënë, si të dëshironi ju. Do të shtoj masën e salcës, sepse unë nuk dua të shtoj ujë. Kam lëngun e mishit, gjë që më është i bollshëm. Ja. Dhe kur ka ngjyra kështu ka lezet, ku thua, thjesht sikur e ha syri. Me perime, me ngjyra. Ja, shtoj pak I lëbë në koneve, sepse s'do perim ka... Tani, ju që i gatuani vetëm thjesht këtë gatim, nuk e transferoni në tavë, po e lejnë në tenxhere, unë do të transferoj sepse kam gatim tjetër. Dhe na duhet soba. Pra edhe aty në tenxhere, në tigan, në mbi sobë, mund të përfundoj zjerja. Pra një tavë me mish, me perime, me aroma me zdeu. I përbledhim pak recetën e shkruar dhe më pas unë do ta vendos në furrë për të vazhduar pjekjen dhe që derisa të përfundojmë dhe me gatimet e tjera do ta tregojmë recetën të përfunduar. Pra, pul me perime në salcë aromatike mesdhetare. Ju duhet një pul ose pjesë të ndryshme pule, të cilat fillimisht i ka urdisni më pas, i zjeni. 60 ml vaj ulliri, 2 qep të kuqe, patlıxhan 400 gram, 3 thelpinj hudhër, 350 gram kungulleshka, 2 speca të kuqe ose jeshil, domate të grira 800 gram në formë pureja apo salce, si ta keni ju, 125 ml vere, bardhë dhe thatë,
një tufë majdanos në fund fare, pastaj aromat të tjera janë trumza, rozmarina, borzilok i freskët, krip, piper i sapo bluar. Pra, kjo është receta e pul me perime në salcë të aromatizuar, në salcë aromatike mesdhetare. Ne përfunduam recetën, shifeni pak këtu para sa vendos në furrë, mund ta përgatisni edhe mbi sobë, por ne vendosëm që ta pjekim aty dhe më pas e rishohim.